Sali Berishës duket se po I venitet të dal nga dal buzëqeshja që I erdhi pas fitores së Donald Trump. Pa frikë mund të themi se më shumë u gëzuan në Shqup se sa në selinë e Partisë Republikane në SBA, pasi Berisha mendoi se do t'i hiqet non grata dhe nuk do të ketë më asnjë të lashme drejtësinë. Trump ka marrë pushtetin që më 20 janar dhe Berishës duket se nuk po I ecën siç duhet plani. E vetmja fitore është afrimi I Lasivita, por dhe ky I fundit e pranoi se ka ardhur si biznesmen dhe jo si përfaqësues I administratës Trump. Sa I takon non gratës, nuk ka sinjale nga përdeja Atlantikut se ajo do të hiqet. Madje sot Berishës I ka ardhur një tjetër lajm I hidhur nga Washingtoni. Rrjeti amerikan Fox News ka bërë një shkrim për 11 majin, ku merret edhe me non gratën e Berishës. Fox News shkruan se I është drejtuar me një shkresë vetë Departamentit të Shtetit mbi hallin e Berishës, por ata e kanë injoruar totalisht si çështje. Ata kanë refuzuar të komentojnë. Një tjetër pengesë për Berishën janë sanksionet që ish sekretari I Shtetit Antony Blinken shpalli kundër tij, gruas dhe fëmijëve të tij në maj 2021. Blinken tha se Berisha ishte I përfshirë në akte korruptive, të tilla si shpërdorimi I fondeve publike dhe ndërhyrjet në proceset publike, duke përfshirë përdorimin e pushtetit për pasurimin e tij, të aleatëve dhe antarëve të familjes së tij. Berisha pretendon se sanksione ndaj tij ishin të bazuara tërësisht në lobimet e George Soros dhe Ramës. Ai gjithashtu tha se antarët e administratës së Biden e kthyen ambasadën e SBA-s në Tiranë në një zyrë të madhe prokurorie, duke u kërkuar mbështetësve, gazetarëve dhe njerëzve të biznesit të ndalonin mbështetjen ndaj Berishës dhe partisë së tij dhe se Departamenti I Shtetit të kërkoi vendeve të tjera të më sanksiononin dhe të më izolonin mua. Një zëdhënës I Departamentit të Shtetit tha se ata nuk ishin asnjë koment në lidhje me pretendimet e Berishës, se entitetet amerikane I kthyen mbështetësit kundër tij. Departamenti I Shtetit nuk ju përgjigj pyetjes së Fox News nëse sanksionet ndaj Berishës duhen mbajtur në fuqi dhe nëse ato pengojnë zgjedhjet e lira dhe të ndershme në Shqipëri.